Një denoncim i ri ka dalë në dritë mbi parregullsitë dhe favorizimet e vazhdueshme me tenderët publik, konkretisht me një procedurë të zhvilluar nga Drejtoria e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik në Tiranë. Sipas dokumenteve dhe dëshmive të siguruara, tenderi i radhës duket se është taksur për kompaninë e zakonshme fituese RS&M në pronësi të Nikola Çaçit, një emër që shfaqet rregullisht në tenderët publik dhe jo vetëm. Sipas kompanisë denoncuese, në këtë tender janë skualifikuar të gjithë pjesëmarrësit, përfshirë ata që kanë mbushur kushtet ligjore dhe teknike vetëm për të mbrojtur RS&M, e cila sipas tyre ishte kapur në shkelje flagrante. Sipas denoncuesit, në tender janë përfshirë dhe kompani të cilat nuk operojnë fare në fushën e sinjalistikës rrugore, duke ngritur dyshime të forta se janë thjesht të përdorura për të plotësuar numrin minimal të garuesve dhe për të stimuluar një garë të rregullt. Nga hetimet e redaksisë dhe verifikimet e tenderave të viteve të kaluar, rezulton se çdo vit ky tender është fituar nga kompania RS&M, që duket se gëzon mbrojtje të posaçme në institucion sipas denoncuesve. Në një tjetër tender të ngjashëm me një vlerë 41 milion lekë gjithashtu, pritet që fitoria të shkojë po kësaj kompanie, një kompensim i pastër me vlerën e tenderit aktual, sipas akuzave. Ky nuk është rasti i parë ku RS&M dhe figurat të lidhura me të përmenden në skandale tenderësh. Kuptojmë se redaksia jon ka raportuar më herët edhe një rast ku Babe Bir, Nikola dhe Stefan Çaçi rezultojnë të kenë garuar në 2 tender të ndarë nga Bashkia e Tiranës me vlerë 90 milion lekë, një praktikë që ngre pikpyetje të mëdha për konflikt interesi dhe manipulim të konkurrencës. Një tjetër emër që del në sipërfaqe në këto transaksione është Gentian Gjyli, i njohur për transaksione të mëdha financiare për llogaritë e autoritetit rrugor shqiptar. Ndër klientët e rregullt të këtyre transaksioneve rezulton pikërisht të jetë Nikola Çaçi, pronari i RS&M-s. Denoncuesi shprehet se ka mbledhur të gjitha provat për të ndjekur çështjen në Komisionin e Prokurimit Publik, por për këtë i duhet të paguajë një tarif prej 2.7 milion lekësh të reja, një barë rënd financiare për shumë biznese që kërkojnë drejtësi. Ky denoncim hedh dritë mbi një tjetër skem të dyshimt tenderësh, ku duket se ligji i transparenca dhe konkurenca lihen në një anë për të favorizuar emra të njohur që prej vitesh grumbullojnë miliona nga fondet publike në kurriz të bizneseve të ndershme dhe të taksapaguesve shqiptar.